Vjen një person nga zonat e thella të Shkëtirës, nga fshatrat e largët tek profeti alayhi salatu wassalam, dhe i thot: ja Rasul Allahu, i dërguari i Allahut, men yeli hisab el khalqi, kush do ta ketë në dorë llogarimarrjen e njerëzve pra e krijesave, kush do ta ketë në dorë llogarimarrjen pra përgjegjësinë ditën që do dalin para Allahut. E i thot profeti alayhi salatu wassalam: Allah, i thot Allahu vetë do ta marri përsipër këtë, u gëzua shumë dhe filloi duke thënë Allahu Ekber, Zoti është më i madh, derisa i lotun syt. E i tha profeti alayhi salatu wassalam: pse gëzohesh ta për këtë që thash? I thot: innal kerime idha qad rafa, sepse ai që është bujar, nëse ka në dorë me mor hak ose nëse ka në dorë me bo keq, ai fal dhe toleron. E Allahu xheleshanu është më i madh i bujar. E ne kemi gabime, kemi tmeta, kemi mëkate, po shqyr që është në dorë të Allahut, thot se Allahu xheleshanu është më i madh i bujar. Imagjino çfarë koncepti, çfarë vizioni, o Allahu madh, çfarë mendimi për Zotin xheleshanu. Pasha Allahun, Allahu është më i madh i bujar. Vallahi Allahu është më i madh i mëshirues. Për Zotin Allahu xheleshanu është më i madh i falës. E kështu duhet mendoj besimtari në zemrën edhe në shpirtin e tij, se kemi Zotin më bujar. Elhamdulillahi rabbil alamin. O Zot, faleminderit. Ky është Zoti i madh, Zoti i bujar.